Dua Lipa, një nga emrat më të njohur të muzikës pop ndërkombëtare, ka treguar prej kohësh lidhjen e thellë që mban me vendlindjen e prindërve të saj, Kosovën. Së fundmi, është zbuluar një histori më personale dhe inspiruese, një bisedë e thjeshtë me familjen, që e çoi drejt një prej nismave të saj filantropike më të rëndësishme, një kontribut prej $1 milion për programe që fuqizojnë të rinj kosovar. Një mbrëmje thjesht që solli vendime të mëdha. Ngjarja nisi në një mbrëmje me shi në Londër, larg reflektorëve dhe skenave të njohura. Pavarësisht suksesit ndërkombëtar, dua ndjente përgjegjësi morale ndaj rrënjve të saj. Prindrit e saj ndan kujtime nga jeta e tyre në Kosovë dhe sfidat me të cilat përballen të rinjt sot. Pyetja që ata i bën ishte e thjeshtë por e rëndësishme: çfarë mund të bësh për vendin që ka formuar historinë e familjes sonë? Biseda zgjati me orë të tëra, duke reflektuar mbi sfidat e brezave të mëparshëm dhe shpresat për të rinjt. Ky moment i ndërgjegjësoi Duan mbi rolin që mund të luante në krijimin e mundësive të reja për të rinjt e Kosovës. E prekur nga kjo bisedë, Dua Lipa vendosi të angazhohej në një projekt madhor që mbështet arsimin në artin dhe zhvillimin profesional të rinjve në Kosovë. Shuma prej $1 milion u kanalizua drejt një programi të strukturuar për të garantuar ndikim afatgjat dhe të drejtë për drejtë. Nisma përfshin bursa për nxënës dhe student me rezultate të larta, pajisje dhe hapësira kreative për të rinjt e pasionuar pas artit, program mentorimi me profesionistë ndërkombëtar, kurse teknologjike dhe trajnime praktike. Dëshiroj aty jepja të rinjve mundësitë që unë nuk i pata kur isha fëmijë. Kosovën e mbaj në zemër dhe ky ishte hapi i dur, deklaroi Dua Lipa. Ky angazhim nuk u realizua menjëherë. Javë të tëra u kalua në konsultime me organizata të shoqërisë civile, ekspert arsimi dhe drejtues komunitetesh në Kosovë për të siguruar që mbështetja të ishte transparente dhe efektive. Familja e Dua Lipës luajti një rol kyç, duke rikujtuar vlerat me të cilat këngëtarja ishte rritur dhe rëndësinë e një kontributi të vërtet ndaj komunitetit në Kosovë. Programi u prezantua gjatë një takimi të mbyllur në Prishtinë, ku reagimi ishte i menjëhershëm. Mësues të rinj dhe drejtues lokale konsideruan iniciativën e Dua Lipës si një nga mbështetjet më kuptimplota të viteve të fundit. Brenda pak muajsh u dhan 10 bursa për të rinj me të ardhurat të ulta, u krijuan klube arti dhe muzike në disa qytete dhe u hapën programe trajnimi në teknologji. Po ashtu qindra të rinj morën pjesë në aktivitete zhvillimore jashtë shkollës. Për shumë prej tyre, kjo ishte era e parë që kishin mundësinë të ndiqnin aktivitete cilësore jashtë orëve të shkollës. Rasti Dua Lipës tregon se angazhimi publik shpesh lind nga momentet më të thjeshta familjare dhe nga ndjenja e përkatësisë. Analistët e kulturës dhe shoqërisë civile e konsiderojnë këtë kontribut si shembull të qartë se figurat publike mund të sjellin ndryshim të qëndrueshëm në Kosovë. Me këtë nisëm, Dua Lipa forcon jo vetëm pozitën e saj si artiste globale, por edhe si një personalitet i angazhuar për të ardhmen e të rinjve, nga një bisedë e qetë në Londër deri tek projektet që po ndryshojnë jetën e mijëra të rinjve në Kosovë.